Kandidati për deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, ka kërkuar përballje televizive me ministrin e brendshëm në detyrë, Xhelal Zveçla. Ramadani ka kërkuar debat Zveçlës për mënyrën se si ky i fundit ka qeverisur. Në vijim postimi i tij plot, Xhelal Zveçla si ministër tashe 5 vjet, ai i gatshëm me dhënë llogari se qysh ke qeveris. Kam shumë për të thënë, hajde i çelim letrat se si e keni qeveris ministrinë e policisë. Hajde debatojmë. Boju gati mirë, sepse populli do të habitet çka do të kuptojnë për qeverisjen e këtyre viteve, profesionalisht, jo politikisht. Duhet përballje televizive për Ministrinë e Punëve të Brendshme, kjo do të ishte mose e domosdoshme, mos u fshe, dil, ka thënë ai. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK, është pajisur me sistemin raketor antitank gjerman Panzerfaust 3 si pjesë e forcimit të kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Ai ka shpërndar pamje nga rreth kësaj gjërsa ka shtuar se investimi në mbrojtje është investim për paqen, sovranitetin dhe integritetin e Republikës. Sistemi raketor antitank gjerman, pjesë e arsenalit të mbrojtës të FSK-s, ka shkruar ndër të tjera Kurti. Gjatë mandatit tonë, Ministria e Mbrojtjes përveç të tjerash, ka realizuar edhe një blerje tjetër të rëndësishme për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Republikës së Kosovës. Sistemi raketor antitank gjerman Panzerfaust 3, një nga sistemet më të avancuara dhe më të besueshme të këtij lloji, me përdorim nga ushtria e vendeve të NATO-s. Investimi në mbrojtje është investim për paqen, sovranitetin dhe integritetin e Republikës sonë, ka shkruar Albin Kurti në Facebook, ndërsa ka shpërndarë edhe pamje